Po, ti po më intereson, a je lumtur? Qysh po qëndrën që tash me jetën tonë të marrë parasysh që ke kalu ka gja shumë sene në jetë dhe që tash e stabilizu sa përmen. A je lumtur me vetën, a e ki dikon afër vetës, apo je thjesht e përmbushur me qikat e tua, me jetën që është të trajtu për momentin, ku qëndrën Fjolla Marina? Me të thonë drejt, unë jam person shumë i dashun edhe shumë realiste dhe jetu menu për anën dashurore edhe për pjesën. Me qenë se unë jem kontep që asnjëherë njerëzit që i kum dash realisht edhe jem kon tamam Fjolla nuk më kanë dalë gjithmonë ata që unë e kum menu ose që jem kon vetë edhe gjithmonë njerëzit largon nga jeta jote për arsyet e veta ose jeta ka ardhur në qasi pjesë që si rrethane, edhe në kohën e fundit nashta edhe do vitet cilton i kom bo eksperienca, kom vendos me kom vetë, edhe përmbushje me dashurin nga familja, fëmijët, jo me fut dikon jetën teme moses se ndine cilat nuk kanë qenën tamam, kom marrë me një përfundim që dush me këqyri veç vetën mas pari jetën tonë, jetën nuk është veç burë. Sakt, ma mirë vetë se me gjithë konë. Po, edhe jo me përmbush me fëmijët, po nina mirë, kjo ka rëndësi. Fjolla, po du... Jo veç pak, po bina që të pjesa e parë që e bo një labi pyetjen cilë... Shumë rahat. Vazhdo vëllirer. Çka për bën Fjollë që të rahati? A është diçka që Fjolla është të planifiku për të ardhmen e saj edhe thjesht e din që e ka të sigur të jetën përpara dhe për shkak të është rahat, apo thjesht është ajo që ti ke kalu edhe e din që ke kalu mjaftueshëm? Valla edhe sot mendoj që njeriu do të më konë rahat me vetën e vetë, mas pari, mas njëna tjera s'kanë rëndësi qaqë. Unë jem konë prezent në jetën tonë për një qato sane dhe je rahat me vetën. Që të rahati? A ke ndete, a do me shku ndete? Jo, me të thonë drejt nuk jam konë ndete, nashta shkaj që tash edhe pak 7 orë ose po. Që të ditë? Sa të erë unë? Se pata laja të tijin, jem shku këshim qenë krejshran, jem shku e për marrë një asë, më shkri, asë në dalën bile. Sa ma larë, knash në jo? Knash në po. Folën para lajnë, po du me të vete edhe për ledin. O rritë. Ka vazhdu jetën e vetë. Ka vazhdu jetën e vetë. Edhe... Shqip. Po, ato adetet tona. Mirë, ndjenje mirë është kur ti e din që vajza jote është rahat dhe po ndihet shumë mirë. A u rrit, po vot jo. Po, që shu rrit. Mos me ta marrë manja që Fjolla e ka një qikë qashtë marrë. Ska qka. A je knash me dhondrën? Se tash që tu është ajo pjesa që zakonisht je knash si... Po, jo me knash, me durimin. Gjithmonë për qika nuk jem kur knash. Kanë qef mire ma mirë. Qka ke gjithë bëhon në Fjollë pra, me thonë ndryshe? Jo, po ata janë tri, normal, kuptohet. Jo, s'kom bëhone kur gjë djali është shumë i mirë. Po, normal, qika jam është ma e mirë. Si krejt nona, shqiptare. Po. Tipike no, normal, qika jam ma e mirë. Po. Ani mirë shumë. Bliner? Po, Fjollë, po du me të pytë, kur e shaqet procesin e qikave të rrit ledin, e ke pa dhe ke pa që është të shku drejt një diçka e shumë serioze tash me të dashurin e saj, po du me të pytë, sa ju ke dhonë këshilla për dashurin bazu në ato që ti ke kalu? Unë i kom dhonë këshilla nga fillimi lidhe, sajna i kom dhonë hepqa, po që atë më në fotona për Instagram me ta. Si shqiptare, të krejt. Se e konë tin beg, unë e kom po planet mbaj. Edhe normal i kom thonë se nuk i dihet, se po gutësh, është lidhja e parë. Jo, mam, unë e di, unë e kom vendos, okej, mas i ke vendos ti, se jo, okej. Shala veç trashë kohën edhe shumë shpejt bosh edhe gjyshe Fjollë. A ki menën për mu përshë? Fjollën të me gjyshen, që e ke pas gjyshen pianiste, jo, ola ko pas këngtare, që kështë ajo folja tipike. Fjollë nuk e di apo beson ajo veç 20 minuta o bënën që na ullën që ta. Do me thonë, po, valojnë motra, na e këna rogë gjërë dhe s'pe vërret. Që kjo është që të tashun e ty, hajde me mu, se bojmë intervjist dë bashkë, nuk e vërenë. Shumë koka mirë. Se po të Florian, mos me konë ti nuk shenë shku 20 minuta që ka shpeta? Jo, po, kur folja me Fjolla më tha,
nuk po du me dalë kërkona për intervista, nuk po du me dhonë intervista, dhe po du veç masi je po vitet e dhe e bënëm një farë kompromis. Tash si të më shojnë të te. Meje edhe fjollës. Ja nisin krejt me Tash po me më thirë dhe thëjmë pse je shku, a the që s'po shkan kërkon pse je shku atje. Me thonë drejt jo, po pritoj vallaj, Abelin, nashta peni ma herët e ceka atracinë dhe po pritoj me marrë me intervista jeta normale, po më do këtë shumë mirë, shumë e qetë, shumë po Preke, sa relax. si verë vetin cysh, mu dopsu ko ke dopsu. Jam dopsu ku maj djetë, po shumë. Jo ku trupi çdo sa në Tereziko ka pos e kap simbën edhe via dete. Po. Amanet e ki për këtë verë. Po. Jo, faleminderit Presin shumë foto në që... Instagram. Faleminderit shumë. Po, i ka shqip fotot, i ka bo këtë sanet, Po, unë shumë marrë veç me biznes. Po, Faleminderit shumë që ke. faleminderit shumë edhe për juve. Për një me faleminderit, nuk për thonë veç këta, veç sa për me lagojnë puna emisione që kena live, po për një me faleminderit që ke e vlerësoj shumë. Të paktën, unë e pe vlerësoj shumë që ke pjesë e ona. Faleminderit shumë, knasi gjithmonën me punu me juve, na për emisione, na për është jeni shumë të mirë, edhe gjithmonë do jem pjesë e juaj. E din që gjithmonë i ke dyrë qelë. Qeth. Sa mirë me Unë po të lot ty me labin, derisa fjollën dhe simbën të përcjelle. Hajde. Faleminderit. Hajde që kam. Hajde. Gjabi. Tun fjolla, faleminderit. Mirë shumë. Po mendoj, po më pëlqen, unë tash nuk është 110. 8. Veç për mos me t'i dhonë krejt pikë. Se dit. Dhe që shme koni fillim pak ma i pështirë, Gjabi, jo qas që e përgatita vetë, se para ke mendim, Edhe adip- qatë shumë që ke presioni